Përshëndetje, mirë se erdhët në videon time të re. Unë jam Blerina. Unë për momentin tash jam të këqyrë më vesh. Jam të dashur me dal me pi një kafe. Edhe jam në dilemë se shka me vesh, nuk jam gati hiç shka me vesh, po jam të këqyrë. Edhe thash ta këqyrim bashk se shka me zgjedh. Sot është koha shumë e bukur, vetëm ja ka nis mund drejt, por nuk është ashtu 100% në nxehtë, halo. Çto e nxerra? Menova qëto mi vesh qështu është e holl, edhe nuk jam ka di me shka mi kombinu, po ta këqyri ka dal doles. Dallapin e kum sistemu një dit, i kum e krejt teshat e dimnit i kum hy manel, edhe këto teshat pak ma vjeshtore verore i kum lon këtu. Shto që, për momentin, vetëm më ka met këtu mi ndrejq pakës miratu, menova këto dimrit mi qitën këtë pjesën këto. Disa i kum shti për full një kauqit, disa shka së mbyrin heq, që janë shumë trasha. Edhe më kanë met apet edhe disa jak në këtu që duhet më hek, ose mi lojnë këtë pjesën tjetër. Shtë që ta shojmë shka me vesh. E kam edhe që gjemperin. Është i holl, shumë i holl, është si penit, i marru me paj, pen, ose vonice holl, është e këti Guido Maria Kretschmer, është e një stilistit këtu Gjerman, është shumë i famshëm, edhe materialin e ka tepër të mirë. Pse jo, nashta më shkon me këto, ta provoj, edhe ta këqym, apo rrim mirë. Që bluza që vesha është që kjo, po pantolla nuk e pa di shka me vesh, i vesha që të bëj kaftat. Halo, nuk i kum vesh as një herë, janë shumë të gata, i kthejva pak qështu, po nuk e di jam i vesh, apo shkojnë me qëto, se ka përvoj me një bluz qeter. Si përfundim, përshkaj qështo pantollat, të janë shumë të bukra, sa ongra buk, qështo janë. Dhe këtë jaknen. Të eki qëto. Ta vanojmë nëj aksesor edhe kaq për sot. I kam qëto dy qafore janë shumë bukra që më pëlqejnë edhe gjithmonë i maj, edhe janë shumë interesant. Po, këta ose këta, edhe kjo është me këto ngjyra që mu i mishku. Qka pjetokat? Ose këta, s'pedi. Kjo është shumë e bukër, nuk përdi cilën mi majt. Pa hajtë se pi majt qëta. Po i këta i tash me ndërru. Pi vanaj qëta vodh. Shkojnë pakës me qafore. Qaj që shdo këtë outfiti, mu për pëlqen shumë, vetëm qont, nuk di shkë marrë këto syzat e kanë gjomen këto, kanë gjomen kafe këto, të shenjit, vetëm sa për dekor. Me marrë qëta, ndull për para, po, të marrë. Të faj pakës në gjyrat. Okej, kjo është outfiti, këpucat i këqyrin të dollë shka me vesh, edhe shihem e rrugës.
Unë e qesa erdha në shtëpi edhe dolëm pakës u shëtitëm. Kish pas festa të në qendër, i qkon shumë bukur. Kish pas shumë njerëz, ishin qit pakës sana të me shit, disa reklama bëjshin edhe shumë lezeqen. Koha ketë te për mirë, jemi knaq, mas bari e pim ka një kafe, mas ne kish pas muzika të pak manelt edhe ullem atë, burri dashti mi pi një birë, edhe une e piva një sak që atë. Qëtash erdhe më shpe, une vetëm për ndrona edhe ta këqy djalin është dënë me hongër dishka edhe pak s'me pushu. Ka ro dilin krym ka të rullav më të karëzu drejte. Icen që ku m'ble një dit të të përdorë. To e kërosat palen për fundi, se ka pas edhe një shtres, mu djek edhe ja shkyva. Edhe pse qështu umet, nuk për di tash me bikinin është ta shkon, dë bardha, deti, me nej shall poshtë, ose me nej fond, nuk e di. Edhe pse më nëj që nuk e veshi asje, edhe pse më nëj që nashta nuk e veshi as njëherë, po se di kështu mi pa, për m'pelqen, për kur për veshi, nuk për m'pelqen heq, nuk për m'rin. Edhe nuk e di, ta këqyrim. Pim ledhi ka njëherë dhe në fund kajti gjuj. Te që i kum palu këto paka shumë, këto i kum hypnel shumë selna që nuk i veshi, nuk e di, këto i kam disa gjempera, edhe atë këtë pjesën e kam me gjempera, edhe këto i kum palu disa gjempera dhe këto janë trasha, këto janë këto janë pak smat holla, këto janë rollne, edhe një bluz qëta e kum pas ble në Spanja, edhe qëtë bluzën e pa ta ble në Spanja, hala kam, më kam edhe vëq kjo kujtim. Disa tisha tjera, këto janë të shpis, shka i veshi për shpi, po janë të plotava ato, nuk e di. Nuk jam fort që i pale që këto kon deri këtu, disa majica që më patën vjetru, krejt i kum hek, i kum gjujt. Në fakt to i qojme në Caritas, janë ato kantat që i qojnë teshat, që i gjujnë teshat aty, edhe mu ka shliru vene shumë. Qështu doket, po hala kam, këto janë shumë keq. Shumë angusht, s'o kam fort van, edhe pse është 2 pjesëshe, po nuk e di. Unë e pushova pakës edhe qëta është tash për mirëna kom pakës, masi kom pakës ko. Tash për mirëna qëtu ka dale me qëto raft, 2 raftet këtu se janë katastrof. Edhe ka njerë nuk për di shka kom. Disa shumë atë rasha i kum shti për fundi ka uqit, edhe thash edhe disa t'i që i këtu shka i maj. Më nova këtu milion pak ma të holla, këtu pak ma të plota. Ta shojmë ti mënona mi pak mi sistemu edhe të këqyrim bashkë se shka kom. Këmishat mënova milion veç, se për momentin as njona nuk është. Une e ku marrë qëtu ofër një karrik për milion aty, edhe mas në një rahat tu, më mirë, që t'i apënën. Edhe këto më nëj që lo onën tjetër, se nuk është shumë të rash, që të këmishat i lo bashk. Kitë palten, i lo këtu. Edhe kjo është paka shumë qështu, po është si me kapuq, nuk e kum vesh. Kësi eri fort, se dhja kum vesh njëherë, a 2, qështu është e S olive, edhe mirë, nuk marrë shumë në zetë, nuk e di pse. Kjo është një akne që e veshë gjithmonë kur dalë dimrit me qajnë me hec, është e plot, është edhe për shije mirë. Këtë jaknen e kam shumë të mirë edhe edu shumë, e veshë gjithmonë me qep. Po si vjetë ma shumë kara me vesh palta. është kjo firma Rock and Blue.
është shumë e mirë si jakne edhe më rrinë tepër mirë. E ka edhe kitë leshin që e kom hek, që të doket. Edhe këta duna mi qitë në anën tjetër. Atëherë këtu e kam një këmish, këtë jakne në gjins, këtë fistonin e mavit, edhe këtë jakne, këta mujmi përdor alo. Këta e paloj e hypi pak më nesë, zbësaj që e veshi mu. Këtë, me thonë, këmish e gotë, e pa ta ble para 2-3 vjetë. Pa pëlqy shumë, e kum përdor para 3 vjetë, e në bajt shumë këto të gatat edhe pëlqejnë ngjyrat, i ka shumë bukra. Kjo e jakne tjetër, edhe këta të onli e kum marrë. Këto një këmish që ma patën bëllë dhurat, asë njerë nuk e kum besh, deri tash, nuk e di. Është kja këmisha që, kjo jakna e farmerkes, është shumë e lezetshme, po, kjo është XS, është e little big, po, e mbjen pak e se ngusht, po më pëlqen shumë, se ka këtë detajn me lule, edhe për mrapa ka këtë detajn me lule, është tepër e bukur. Edhe këta duna është ta mi hek, mi la, mi hek krejt. Kja, një jakne, koka e onlit. Nuk e di, asë qëfar numri është, 36, nuk e di jam gjen ajo, duna mi këqyr. I lau që të. Këtu janë dy këmisha, kja është e farmerkes, jeans, e butë është, edhe kja është e Calvin Klein. Ashtë shumë e bukur kja. Ma keni pa këtë një jakne shtaf, edhe është shumë e bukur, edhe këtë këmishën, këta para vlen Asos, edhe është shumë e lezetshme, më pëlqen, fillu këmishat veç. Edhe këtë jeans jaknen, është edhe kja e little big, edhe kja më pëlqen, kja më rrit amën, po nuk e veshi këshka. Qëtë i jaknen e kam edhe këta kur dal me hec, është e Jack Wolfskin, e pa ta vle, ma pa vle më fakt burri, se ka pas vle për vetit zes, edhe mu ma ka bo dhurat këta, po nuk e veshi fort, kur dal ka njerë me qenin me hec, e veshi po. Ose kur shkajt në isan me bledi shkan. Edhe këtë jakne në kam, edhe kjo nuk e mbjen, është e vogël, mbjen e vogël, po më pëlqen shumë. Edhe ku majtë se shumë më pëlqen. Po, nuk e mbjen, muj mi majtë nashta qel nashta rrin pakës. Nuk e di, du të mi provu, nuk e di a mbjen ajo ta këqyri. Në fakt, nashta me naj majtë të bardh. Jo, në pëmbeka, po, haru. Nuk e kom provu ma te që qështu është. Nuk e di po kështu më pëlqen, po nuk e veshi asë njerë, nuk e di pse. Ta veç e kom la, edhe e kom shti këtu. Ka disa vjetë që nuk e kom vesh. Po e maj se më pëlqen shumë. Ka do tesha që shpesh i heki, edhe janë disa tesha që i maj, nështë edhe nuk e mbje, po kam qip me maj se më pëlqen. Qysh do këtë. Sa me mazon vendin. Okej. Alo, e ka kitë pullën këtu. Nuk është që e ku më vesh fort. Nuk e dia u vesh 2-3 herë. Okej, kitë palten. Edhe këta i heki, pilo të kjo pjesa tjetër, besoj. Edhe këta që e ku më blet tash. Kjo është për kitë kohë. është e mirë. Okej, se mu nalë bateria, e fati kom 2 bateri. Kështë që vazhdojmë. Shka pota tjetër. Edhe kjo është një këmish. Edhe kjo është si këmish e lloj farmerkes. Edhe këtu është një jakna. Edhe këmish. Kjo këmisha tjetër.
Edhe kjo është mish e mirë. Këtë jaknë në kilo këto a veshit gjithmonë. Në Gjermani këto jaknët mund është mi vesh në qëfar do stine, se edhe gjatë verës mundet më të ndodhë që bëhet shumë ftohtë edhe është kjo jakne e hollë, edhe mund është mi vesh. E kum blete Best Secret, është Laurence Grey, është një firmë shumë e mirë, e ka edhe pa ta marrë në ofertë në zbritje, se është çmimet i kam pak nelta, po ku marrë në zbritje dhe është shumë e mirë edhe të manë, edhe pse është shumë e hollë, të manë shumë e nxehtë. Edhe kjo është një jakne që e veshi kështu për ditë. Këtu i kam keset e nevojës borës kur daj me ecë me qenin, që jam ledhe i nevojën edhe e gjuj në kanë vërlogit. Kjo tjetra është një këmish, është qështu edhe këta nuk e veshi fort, ka njëherë kur të më teket. Rang krejtë në tokë. Edhe kjo është një jakne e hollë, e ga deri te gujt. Është e lezetshme, edhe kjo më naj që më naj këtu. Shakakje. Edhe kjo është një jakne që kum blete Best Secret, aja faqja Best Secret që i kum të regu, është shumë e bukur, edhe është si në formë setre, fa materiali ka, është do këtë kështu jakne pak mas elegante, po është kështu është materiali që të manë në nxehtë, është shumë e mirë. Edhe këta pilot qëto, këto i kam. Kjo është një pancir i gat. Këtu i kam 2 rollnet që i kam, e një ngjyrë vjollc. Ky materiali nuk po bën mu palu, se direkt pëndrydhet shumë shpejt, edhe i kum qitë qëtu në varë se dyjat. Është kjo ngjyrë vjollc, edhe kjo kaltërta. Edhe janë shumë të bukra, është kështu si materiali derdhen. Rren shumë bukur. Edhe ngjyrat të pëlqen shumë, kjo ma vita si telegraf perfekt. Nuk e di ta jo qëto. Kjo një kuti, nuk e di atë vetë pse e ku mrojt. Këta e kum pas to kum pas ble mas pari kur pa ta ardhë këtu për vodh, për varse, po mu ka prish, e vem kameta të përfuni, u konë qështu me rafte, shumë e lezetshme, po u prish kjo këtu, njëherë pa ta mshel edhe nuk e kum gjetë qilësin edhe e kum prish, kështu që do të mi gjujt, se më ka me që atë përfuni. Qëto komplet që shofa mi kanë dhuru, kanë me që atë, nuk e di pse, nuk i përdori. Këtu është një qont që përhimt, edhe disa qonta i kam atë përfuni, krevetit, se kam shumë vana atë poshtë krevetit, edhe i lo disa qonta se nuk jam shumë fan se që i ndroj qontat, po ka njëherë për foto, po. Këtë jaknen ma keni pa, është e hollë, edhe këta pi marrë këtu. Po përshkaj pi marrë një cukën, mi fshi këtu për fundit, masi ja kum nisë mi drejtë, se këto krejt i kum pastru, më ka pas met vetëm kjo rrën i poshtë, i pastroj edhe pi qes këto teshat. Zakonisht shumicën, zakonisht këtë fshi, i fshi gjithmonë dallapat me këta gjomave.
tash. Pishti samet. Mas pari qëto. To jaknet. Okej. Po më mona me shku si pas ngjyrave. Nuk e di aja dal, edhe këta e shti këtu. Kjo është shumë e gatë edhe gjithmonë po më ndryj dhe këtu. Edhe pse e kurosi, është shumë e gatë. Qëto është, janë edhe këto jaknet e holla. Edhe kjo e farmerkës. Këto a du shumë, se i ka mungt shumë speciale t'i shka. Edhe, shpetia milion këto dyja bashk. Këto. Edhe këto janë të holla, është kjo këmisha e bardh. Po më me bo dyja të bashkë, se i kam dy të bardha. E këto, shakon këto. Kjo është një bluzë elegante. Nuk e dhja vëta lotë në gjyra, por ka shumë lehtësishme, kum letë të handem. Edhe durti ka shumë të bukura. Edhe rrim tepër mirë, është shumë e thjesht, po shumë elegante. Masna e kam këto. Edhe kjo është e handemit. Edhe kjo është shumë e bukur. Po është edhe një kjo. Edhe kjo është si saten. Edhe është shumë e bukur, i ka këto topat, shumë interesant. Këto është pakës ma e shlirë. Po këto të rijat nuk i vesh i fort. Edhe bilo veç, bashkë këto me një vend. Nuk e kam problem. Edhe pse nashta nuk muj i qështu. Bilo bashkë. S'pëdite një dhe. Kjo ngjyra është kam këtu. Kjo pja prej pakës. Okej. Kjo është palta e dimrit. Edhe këta filo shto. Edhe këtë paltën. Edhe këto janë me kese, janë shumë një. E se filoj herë këto. Shka muj me marë për kësaj. Okej, edhe kjo është një këmish tjetër e bardh, po i është kështu të durt, pak si filo këto 3 këmishat bashk. Po 3 të bardhat. Shpresoj që edhe kur t'i përdori, miliona petë në bëmë qështu. Se kur t'i veshi, mas nëj ndodhë që ju ndroj vendin, e kësaj, edhe bojnë qështu mas nëj. Ela është 3 a 2, nëjse, del tjetra. Qëtë këmishën, edhe këto, të dhja milion veç. Qështu. Mas nëj është kjo këmisha tjetër, kësi kam 2. është e Hilfiger. Po është edhe një. Kjo është si me 4-oret imta, a kjo është tjetra është si me vija. Kjo më rrinë ma tamën, po kjo tjetra është pak ma e gjon. S'pedi jam i bo bashkë këtë dyjat. Moj mi bo bashkë që mi liru pak varse se nuk kam shumë. Pak krejt mu kanë prish. Idoj herë qështu, jo të kajka kjo una. Tjetër është kjo e farmerkës. Edhe këta peshti qështu. Edhe të univuar të gjyrat. Okej, të pilu ma qeltat. është këtë jakën që komplet ashtë handem. Kjo është shumë të qenë. Po pilo të. Edhe kjo është një jakën e kuqe e gojë, po është shumë e hollë. është tamam për këtë po. është S. Oliva, këto, kur pa të ardhe në Gjermani, blejsha shumë të kësaj firmës S. Oliva. Edhe deri vone kum preferu shumë këtë firmë. Tash jo fort.
Okej. Edhe këta e kam, nuk është e trash, e ka këtë leshin këtu, duket që është e plot, po është jakne e hollë, mesatare, edhe shkarnë më pëlqen që shërën, po e kum lata zhvon, e kum shti edhe në maqin, edhe s'me ka gjoj, vetëm që nashta duhet pakës mi hekuros, po nuk e di pse, nuk e veshi fort. E veshi ka njerë shumë rrallë. Ej, se pilu këto këto, po jaknat e holla, qëtë bluzën, ja ku marrë mames, para disa vjetëve, para 3 vjetë nashta, edhe më pat pëlqy shumë, ju pata lut, tash ama jep, më ka dhonë fill, edhe du shumë, me ruj shumë, e veshi ka njëherë, po më pëlqen tepër, ngjyrat, sidomos, shumë i ka të bukra. Edhe këta pilot që shtu se, këtë jakne që e vesha sot, edhe kjo është e Zarës, kur e pata po, më pat pëlqy shumë, pille komple, shumë e bukur, i ka ngjyra tepër të bukra. Këto jaknet pak ma serioze, pas na 2 këto, 2 zeza. Njona është e komplete Vero Moda, ndo këtë po. Këto dyja nuk të di, një për momentin pilot qëto. Edhe këtu i pas na disa këmisha, që këmishën e kaltërt, kam që t'jaknën shumë e bukur është, kur e pata po, më pat pëlqy tepër, që karzoj që shërën, por nuk e di pse, nuk kam karamo mi vesh. Qështu, kur e pata po, wow, pat pëlqy shumë, po mun nuk e di, ka disa vjetë që nuk e kum vesh. Dhe vetëm e laj ka njëherë edhe është i apet. Po, është e një firmës shumë të mirë që kum pas ble, edhe më dhimet mi hekse Kujo, është kjo firma Kujo. është shumë e hollë, edhe është kështu si me gavra, ka modelin kështu si gavrune, një copë si mresh për mi, edhe është copë të hollë për fundin. Qështu është. Mas nëje, qëto dyja, edhe që kjo shumë më pëlqen, është qëto si dekorim, është shumë e lezetshme, pëlqen shumë modeli, pak si boho, edhe kjo këmisha, to muj milion bashk, se i shok këto dyja mirë. Edhe këta të vana i këtu. Këto 2 pancirat i pata ble në Kaufhof, të Galeria Kaufhof, patëm pëlqy shumë, është kjo ngjyra kafe, edhe kjo tjetra, kjo është shumë e bukur, po më 1 milion bashkë nështë, nuk e di. E kam këtë jaknën e lëkurës, edhe këto kum pas blete faqja e Best Secret, është tamon lëkur, ka kushtu 300 e dishka, edhe është shumë shumë mirë. Kumaj këtu, për para, edhe këtë jaknën tjetër është e lëkurës, po nuk është tamon lëkur. Kjo është e United Color of Beton, është firmë mirë, po nuk është tamon lëkur. Po kështu e ka, modelin e ka shumë bukur, shumë interesant. Fistonin, me pika, pa tablete Asos, në fillimet e para kur videon e parë që kum bo, e kum vesh këta, ju kum të regu, kum bo një kombinim me këtë fistonin, edhe qaq mu, umet. Nuk e dija përdori, se përdori. Kjo është një jakne e hollë, kështu e shtofit sportive, edhe këto është kur dal me ec ma shumë e veshin e qenjen, është kjo bluza, është si fiston, më pëlqen shumë, është fiston,
është i lirshëm, është kadife, po i ka këtu të durt është kështu me copë tentene, edhe këtu është kadife dhe këtu është prap tentene, edhe është shumë interesant. Këtu shkruan private party, me këto lidhëzet shumë interesant. Është shumë i bukur, unë ja kom vanu këtu një vëth, për më mnajt pak e s'ma ngusht, po kështu është më mnajt i lirshëm, i drejt, klët, se dhja për vrejet, po e mbelqen edhe për shumë. Tjetër është kjo. Kjo është nuk e di shka bën këtu, po e vesha për para në punë. Nuk e përdorit fart, po hajt mo. Masi deri tash se kom vesh piloq atë. Okej, dyja. Edhe kitë këmishën saten. Edhe këto apilo këtu mojnë i vesh. Këtu. Ta shpiratoj këto këmisha tjera. Edhe kjo është një këmish. Nuk e ti kërcohet. Okej, qështo. Këtë këmishën. Pink. Jo qëto. E veshi. Qështo. Këtë këmishën e zez është e Calvin Klein, po shumë rallë e kom vesh, se ti shka mbjesh shumë ngusht edhe shumë rallë e kom vesh, është shumë e bukur. Po, nuk e di pse nuk e veshi. Nuk e më ka ra di shka më vesh. Sta piloa pet qëto. Hajt mo, e luj me ngjyra. Okej, edhe kjo është një këmish tjetër. Edhe kjo është një e bardh. Pilo bardhat krejt me një vam. E di që shumë ngusht, po s'kam shumë. Kjo është e tamaris. Shto. Këta s'ke t'jam i bo bashkë, pilo veç. Edhe kjo tjetra e farmerkës është shumë e bukur. Po, kjo farmerka gjithmon e donë nëse vesh është krejt farmerk, e donë më konë edhe pantollat originale ngjyra, se nuk e m'pëlqejnë kur lun ngjyra jeans me pantolla ose me bluz, me këmish. Nëse është edhe kjo jeans, më kam qejf më konë ngjyra si njësaj. I kam një par, po nuk e m'pëlqejnë ato. I kam një par farmerka Hilfiger, po nuk i veshi fort. E vesha me ato. E m'filloj me vesha me ato, po nuk e kom vesh. Ta fshi edhe këtë dallapin tjetër. Pas ka met kjo jakne. Këtë jakne e komplet e Bershka, është shumë e bukur. Kjo modeli tash që veshet. Edhe kjo varse, ma madhe. Kjo lo dikuj. S'kam qare pa i nëzirë disa varse prej kauqit. Najse. Ti fshi këtë poshtë pakës, parfumit. Të kam edhe disa qonda të kam pas shumë moti edhe më kanë me që atë parfumi. Ashtë edhe kja këta një parkohë pa ta përdor shumë, po mos se kum përdor. Ja ka njës pakës, po ka shkyp pakës të muj mi gjuj. Po qatë shumë e kum përdor që qonë, nuk e di, u konë shumë e fort, shumë e mirë. Gjithë shka kum bajt këtu, edhe asaj që du të gjuj. Jakën në farmerkës, nuk e vesh një herë, po pilo onash. Nuk është që se m'bjen, i qeq, por nuk e më mërthëja. Veç, moj me vesh kështu në herë, pse jo. Hajtë mu, kështu, s'ka di, vëshel. Okej. Këto dy jakënet të marrë këtu. Edhe kjo është, qashtu si e leshi, po është, kjo është taman, jo shumë e gatë, është e mesme, edhe më pëlqen shumë, ngjyrat pink e pëlqen shumë, edhe më rrinë shumë bukur. Po, për momentin, pilo qëto. Edhe pse s'ki shka në ngjyra, po pidaj qështu. Edhe këto, pilo këtu, se veshi shumë rallë. Po, jo, qëto pilo qëto. Qështu. Qështu këto pilo këtu. Këto kajtë qëtu. Ngjyrat pak një sistemu. Këtë pistonin të taloj edhe për hypja të nëjë. Nëse të kjo e shkotit është.
Kom pas edhe një pall tjetër, nuk e di kur pas na lor. Na shtaj pas na shtik këtu për fundi. Po, më njëra më kësaj. Super. Edhe besoj që ruan pak këtu e pokesat e vetën. Qëto. Edhe pjella një pull e mos më hap. Sa bukur është, më pëlqen shumë e holl. Këto durt edhe mund është mja për vjelle, kanë kitë kapsën, kitë që mund është këtu një kap. To edhe mund është mi ndrejq pakës edhe vjerën që shto pak manel, bëhet si gjysë monge edhe shumë e bukur. Edhe më pëlqen kur janë kështu me këto detajet këto edhe shumë bukur. Edhe këto të këto ngjyra kafe. Okay. Pas kam jetë veç edhe se më ka sosë. Shkajti marrë varset. Që ku i kom varset, një ku ka thy. Okej, një gjujen. Për disa. Pas ka raplu një dhe se jënë konë të mshelne. Që kja u thy, për gjuj. Qëto. Kja si shtaf këto si plish. Përshaj ka pakës kime. Asi përshaj ka pluhen. Edhe pse jënë konë të mshelne në kese. Nuk e di pse. Jaknën e përmjerkës. Kam pëlqen të qëto varse që rrin tesha shumë mirë. Edhe pse është kadife, si shtof si kadife ka këtë pjesën, po kapet tesha shumë mirë këto dhe nuk lëvat. Okej, tash këto, kilo qëto. Këtë mishën Calvin Klein, e mariton një varse ekstra. Hajde mshelo. Edhe, këto dy jam kanë me të sportit. Këto jaknët pak ma sport që janë. Po mjërë në këto. Qështo, dyjat janë qasi stili. Ku milion. Ku përdori, këto nuk e di sa i përdori. Po hajtë më përshka. Këtë do këtë si e bërë tash. Jo, këto. Qështo. Okej. Nuk e di që njëra ato ndryshë në gjyrat. Qëto dyja kilorët bashk. Tada! Qa. Ashtë është bukur. Për mu janë tepër bukur. Kur ma bukur nuk im konë. Që së shpraz u met atë. Që e pata ndrejq. Që e thash këto u kom full. Këto i kom ratu. Sha kom pas shumë të vjetra i kom gjujt. Edhe aty i kom tash pak ma të plota, aty gjëmperat, edhe atje gjëmperat, edhe këto janë jaknet e trasha që i kom vesh pak ma shumë, paltat, edhe disa palta i kom shti këtu për fundi kauqit, po këto janë që i kom vesh mas shumë ti aty onash, nështë nuk e di a i heki a i lo aty, se këto në Gjermani vjen shpejt dimri. Okej, ato dy raftet poshtë janë me majica, dverës. Dëbardhat janë veç, ato me ngjyra janë këto veç. Edhe apet i kom shpalu, po du të mi ndrejq. Tu i kam disa bluza që i veshi pak ma shumë. Edhe këto nuk mi ka zonë këto për shpe krejt atë të shpis. I kum lonë qëto disa që i veshi pak ma shpesh. To që shtash janë krejt pantolla, edhe pse nuk i kum sistemu si pas ngjyrës, po i kum përdor këto ditë edhe apet i kum shpalu edhe, po këto gjëmpira tash rrinë ashtu, se s'besoj që i përdori tash, shpresojëm, po nëse bëhet pakës ftohtë i kemi jaknet, edhe këto që sa bukur. Shumë për më pëlqejen, mati nuk i kum pas që ka që në regull këto poshtë, se zakonisht vi që marri lo edhe
Qështu na falni se unë foli shumë e dur edhe tu spjegu. Pja marrë për qëndrimin kamerës. Okej, qështu doket. Atëherë shpresoj shumë. Nëse ju ka pëlqy edhe kjo video, bëni ka një like, një subscribe. Thuni bravo Blerina që sistemove dallapin. Edhe një ditë duna më marrë me dallapin e burrit, se djalit ja kum sistemu. Ati mas shpeshti edhe burrit ja sistemoj, se këta dy çdo ditë është e djalit, se ja pa lejtesha, se veç i ngrejnë. Po burri është pak ma e mirë mbajnë, pak ma mirë, po edhe kjo ka njëherë ka nevoj për mja sistemu. I palon më modë, po i palon shumë keq, po nuk i palon shumë mirë, nuk doken ka njëherë fort mirë, po ja rregulloj une edhe duna një ditë mja rregullu, edhe ati mja hek, mja largu pak ma trosha, mja i manelt edhe qështu. Mu për m'pëlqen shumë që shubo. Shpresoj që edhe juve ju ka pëlqy, nashta me ngjyra këtu te jaknet e trosha nuk dita fort mi kombinu. Po, s'ka gele, kryesorja jënë ratu, une kaq për këtë video, shihemi në video tjera, edhe tong, kalofshit bukër, bye! Tada! Më knaq të këqyrë. Shpëdokna? Kjo është lumëturia e një gruaje kur rregullon dallapin. Kështu që, yes, jam shumë e lumëtur. Bye!